Bano. Të fala gjithë banorëve. Okej, ja tek Tani kthehet në shtëpi. Shumë kemi bukur bashkë. Ishte mamë? Jeni jetë të gjithë, shumë bukur nësë janë keni emocionuar. Ata që është e gjatës aty. Ta shke dhe ti një bol. Po, ja po është. Po, mos e përmend bolin lirë, po bolu bofsh. Amo, Tani me vërtet ka qeni vetë në cili u përkujdes gjithmonë për bolin. Këtu e këtu që e ka. Okej, atëherë ju jam sërish me ju, ndërkohë që Tani takohet me pjesën tjetër të shtëpisë, Selin, të lutem e jam me mua në dhomën e rrëfit. Edhe keni të fala shumë, nga. Hej, Binjak, jam me ty. Hej, Lidion. Kështë di si jam fëtyra jam mirë? Po, me këtë plan dukesh mirë. Okej, sure. Do qëndroj me këtë plan. Okej. Se të pash u emocionove shumë. Shumë. Ky është Big Brother, imagjino kur të emocionon edhe me Tanin. Jo, Tani, i kemi patur 2-3 biseda personale dhe dija që Tani nuk vinte nga një jetë shumë e thjeshtë, edhe thjesht nuk e kishëm gjetur momentin për ta ndarë bashkë. Shiko, unë jam i bindur që juve, nëse do njihnit më mirë njëri tjetrin, do gjenit më shumë të përbashkëta se gjëra që ju ndajnë. Kështu që po, ndërkohë, si kanë qenë këto ditë për ty? Ke qenë pak në shpellë, pak në shtëpi, si do i përcaktoje? Për mua gjithë këto ditë do i përcaktoja vetëm me shpellën, që pavarësisht se kisha imunitet, ndodhen shumë gjëra dhe shumë lëvizje. Kjo pak për të vërtetuar që në të vërtet këto 2 javë nuk është se kam qenë në gjumë si ta Monika, por thjesht kam marrë pak kohë për veten time, sepse këtu brenda vërtet ka pak ngarkesë edhe normalisht të duhet ndonjëherë të bësh një hap brapa. Po njëkohësisht kam patur dhe jam përballur dhe me diskutime që nuk i prisja, kjo në raport me Mirin, që besoj se e keni parë. Po, njëkohësisht kanë qenë edhe momente të bukura se jam njohur me Arditin, Livian, Shëndritin, që janë personazhe shumë që i duhen shin shtëpisë edhe është një energji e re në shtëpi dhe patjetër që edhe këtë pjesë e kam shijuar. Hyrja e Shëndritit të ka prekur në një mënyrë të ndryshme nga 2 të tjerët, apo? Po, e vërtet. Në fakt, me Shëndritin kam patur mundësi të bëj edhe më shumë biseda, pavarësisht se Arditi më shpëtoi dhe më dha imunitet, po nuk e di pse pata një lidhje, një energji që na bashkoi direkt me Shëndritin. Dhe mendoj që çdo gjë në shpellë rodhi përmes fillesës së bisedës sonë, ku unë i kërkova Shëndritit një opinion të sinqert se si më shikon mua si vajzë, si lojtare. Dhe përpos kësaj patëm në shumë biseda të tjera që her pas here më prekën, her pas here më... E qartë. Unë dua të tregoj pikërisht këtë dhe të tjera që burojnë pikërisht nga kjo. Shohim klipin. Isha vetëm 23 vjeç kur ti linde. Në atë moshë je sot edhe ti. I mati vërtet dhe i vetëm. Që ki pas mesazh për babait apo? Kam shumë kohë se kam takuar, se jeton jashtë, jeton këtu. Është një marrëdhënie shumë e komplikuar. Ka ca gjëra të veta, mos edhe timate. Letrën atij me zë po e prisja dhe kisha kërkuar shumë, sepse nuk do doja që ai në një moment ishte të ndjeri cënuar nga unë ose i pavlerësuar për rolin që ka në jetën time.
E cilat pika kryesore Që mbaj mend. Po, që mban mend. Në letër thoshte, se për pjesën e krevatit, nuk e ti ajo që duhet t'jargohesh në krevatit. Kam hekur nga krevati. Kjo të thonë kuptova që po të ishte për mirë se ishte për nga krevati. Pika dytë ishte për pjesën e naivitetit. A mendon se i tu i përmbush? Jo. Ndoshta, mund t'i përzit për një prioritet timin tjetër. Ti ki hallin pak edhe qysh babi ashtë në raport me Egin? Nuk e njerëz që më pengojnë ose më gjykojnë, po përkundër se njëkohësisht nuk duan që unë të gaboj. A mendon që është i lumtur? Jo. S'marojnë lotët për ty sot. Po pra, që keni me mua? Jo, asgjë, thjesht e di që 57 dita të brënda të është dashur që të përballesh jo vetëm me të tjerët, por disi edhe me demonët e tua, apo jo? Shumë e vërtet. Tani s'di që po bëj nga sikleti, po e vërtet. Kjo ishte një bisedë shumë e sinqertë me Shëndritin. E ka këtë aftësi Shëndriti për të nxjerrë nga ca gjëra që flenë brenda teje dhe mendoj Ledion që jo të gjithë e meritojnë këto biseda të sinqerta, sidomos në sidomos në një shtëpi si Big Brother. Dhe më vjen shumë keq që nuk e kam nxjerr shumë këtë anë time. Po nuk vjen aq keq sepse e di që ndoshta do ma përdornin ose nuk e di, nuk do ta mirëprisnin edhe kam zgjedhur më mirë këtë Selinin e ftohtë, të rrept edhe që i duket sikur si intereson për asgjë dhe çdo gjë rrotullohet rreth saj, për të mos treguar pastaj atë Selinin e brisht që nuk e di se si mund ta prisnin. Ti vetë çfarë raporti ke me atë Selinin e brisht mes kujtimeve edhe pranis ose mos pranis të mamit, të babit, gjatë këtyre ditëve? Mundohem shumë ta ruaj Ledion, se është e vetmja gjë që kam nga fëmijëria, nga mënyra se si më ka ardhur, mundohem ta ruaj. E ndjej që është e vetmja gjë që duhet ta ruaj fort edhe e vetmja ndër të vetmet gjëra që vërtet më pëlqen te vetja ime është ajo brishtësia që flen thellë në mua, po rrallë herë del në pa. Për këtë kam armalli shumë. Ledion, unë jam edhe pse vajzë e re, jam njëri shumë familjar edhe bëj shumë për familjen time. Edhe nuk mund t'i ndaj. I mendoj non-stop, thjesht nuk mund t'i ndaj. Onën e kam patur gjithmonë pak më afër zemrës, edhe më merak, edhe u lumturova shumë që vllai madh ma dha mundësinë ta takoj, po njëkohësisht si ndaj dot, dua ditë çdo gjë çfarë bëhet si jam larguar asnjëherë. Ky është largimi im i parë, edhe ndoshta i këtij lloji fundit, sepse unë e di që ato kanë nevojë për mua dhe unë kam shumë nevojë për to. Shiko, Binjak. As nuk dua të takoj njëri tani. Jo, nuk do takosh njëri tani. Po si Binjak, Po. si fellow Binjak, e di këtë koracën e Binjakut të fortë edhe e njoh atë birishtësinë e Binjakut që është vetja, si më thënë. Dhe më lejo të them që janë dy anë të së njëjtës gjë që e bëjnë një Binjak më të miri në botë. Kështu që
Ki forcë edhe vazhdo të tregosh në mënyrë të barabartë të dy anët e tua. Faleminderit Jon. Dhe mos harro Selin se shumica e gjërave për të cilat shqetësohemi nuk ndodhin kurrë. Të ftoj të kthehesh. Faleminderit. Okej, yje jam sërish me ju. Me qëra fjera, ndërkohë që Selin takohet me pjesëtarët e tjerë të shtëpisë, Greta të pash të emocionuar, që është krejt normale, besoj. Plus unë që prekem për çdo gjë, është karakteri. Po pra, Greta Për Selinën akoma më shumë, kështu që. Po pra, e di. Po nise, shiko, Greta të shoh mirë, ë? Nuk e di çfarë ka ndodhur, po mirë të shoh. Po. Është shumë fani Greta. Më mirë, po, ja. Dhe ishte, kemi momente, disa herë debatojmë, disa herë rrim mirë, kalojmë mirë, gatuajmë. Gatuajmë, i fusim në një mana ti aty edhe rregullohet gjëja. Me mana ti, shqyqyr që është se unë jam shumë golozona, si që keni vrejt, unë gatuaj gjithmonë edhe me mana ti, faktën kemi atë edhe... Po, ndrojmë shien edhe mbajmë trupin në formë atëra. Ajo. Moj, golozona, që do me thënë golozona dhe me thënë nepsqare, nepsalie. Po. Edhe për qatë të ka shkuar nepsi këto kohë që ke kohë që se ke... Lazanja. Lazanja. Dhe s'di ti bëj asnjëri lazanjat aty, ë? Jo dim, por varet nga buxheti. Jo, unë e bëj vetë, por thjesht kemi patur shumë buxhet. Keni pasur buxhet. Uroj të keni buxhet në të ardhmen, se me thënë drejtën lazanja, sidomos në këto ditët me shi, Ina, lazanja, mirë, ë? Për çfarë ka shkuar mendja ty, Ina, këto kohë? Që ke kohë që se ke ngrënë. Për të drejtën mua më mungon këtu brenda çdo ushqimi nga dora e mamit, me të drejtën. A, ku ka si ushqimi nga dora e mamit? Ku ka? Shëndrit, qa gatuan mami jotë më mirë? Flia. Fli? Po. Fli, mami i vjen anash se ajo mami Birkenës gatu të fli. Ajo ishte fli. Po mami jam e ka biznes flin. Ai ka biznes? Edhe baklava. Edhe baklava, Inshallah na bjen këtu e Ledion, se më ka marrë. O Shëndrit, se që të bësh reklam në Big Brother du të paguash, ke paguar ti vlla, po... Po, tash mami më ka qëllu më hapa. Nëse na bjen, shtimeni me pagu. Bëj shaka. Me siguri, edhe nëse nuk e sjell për ty, i bëjmë sirrje mamit Shëndritit, me qënë se ka dhe biznes të martën, na dërgoni ca tava fli këtu, se... Jo për gjë, po në është dopsuar dhe Arbra Hajdari këto kohëve. Duhet ta ashtu. Okej, mbyllim lidhjen me shtëpin. Ju rikujtoj edhe njerë televotimin e hapur për Kristin, votoni nëse doni ta riktheni në shtëpi me po, ose nëse nuk doni ta riktheni me jo. Televotimi do të mbyllet për pak, kështu që vazhdoni të votoni. Ndërkohë, dua t'ju them që tani që ngjarja që sapo diskutuam me Selin e bëri atë që të kishte një përballje, ose mbase jo domosdoshmërisht, po ishte fillesa e një përballje shumë të ashpër, që siç mund ta keni ndjekur Selin ka patur me Mirin, atë që mund të jetë kapaku i një historie që mbyllet këtu. A do të jetë kështu apo jo, do ta diskutojmë pas kësaj shkëputje.